sepse për ata ne jemi njerëz që nuk duhet të ekzistojmë, sepse ata na shohin thjesht si numra. Në 7 net, në qiell të hapur, në të ftohtë, sepse ata nuk na kanë lejuar me bandat që janë inkorporuar në policinë e shtetit të ngrëmë çadra për të jetuar e protestuar me dignitet. Dhe kush Edi Rama që këtë bulevard e shtroi të gjithin me çadër. Edi Rama. Po ne, po e sfidojmë frikën. Ne nuk mund të kemi frikë të jetojmë. Ne nuk mund të kemi frikë që të themi jeni hajdut. Ne nuk duhet dhe nuk mund të kemi frikë që të çohemi për fëmijët tanë që të mos ikin më nga ky vend. Ne nuk mund të kemi frikë që të çohemi e të luftojmë për prindrit tanë që të mos trajtohen si mbetje që këta u hedhin nga i kothere për fundit me bonuset e tyre. Ne jemi këtu për të vrarë frikën për çdo të ri që duhet ta shohë të ardhmen në shtëpinë e vet në atë tonë.